fjalimet e antarëve të Senatit dhe figurave politike. Senatori Tom Tillis, antar i Komisioneve të Finansave dhe Drejtësisë në Senatin Amerikan, Republikan. Senatori Cory Booker, kryetari i Komitetit Strategjik të Komunikimit Demokratëve në Senatin Amerikan, antar i Komisioneve të Jashtme dhe Drejtësisë në Senat, Demokrat. Carla Sands, ambasadore e SBA në Danimark dhe Ishujt Faroe, 2017 deri 2021. Senatori Roy Blunt, kryetari i Komitetit Politik të Republikanëve në Senatin Amerikan 2019 deri 2023. Senatori Sam Brownback, ambasadori i SHB-s për lirinë fetare 2017 deri 2021. Guvernatori i Arkansasit 2011 deri 2018. Mark Ginsburg, ishte ambasadori i SBA-s në Marok. Që prej 19 marsit, të paktën 13 ekzekutime politike kanë ndodhur në Iran. Ata të gjithë u akuzuan se punonin për të rrëzuar regjimin. Nëpërmjet këtyre ekzekutimeve, regjimi po intensifikon një atmosferë terrori në një përpjekje për të parandaluar një tjetër kryengritje. Megjithë dekada të tëra shtypjeje, ekziston një rezistencë e vendosur, vetmohuese dhe e organizuar brenda Iranit. Kjo lëvizje është e gatshme të paguajë çmimin më të lartë për lirinë dhe është ngritur përmes masakrave të shumta. Ky është një libër me emrat e 20.000 prej këtyre dëshmorëve. Kjo lëvizje ka 4 dekada përvojë në përballjen me Korpusin e Gardës Revolucionare, IRGC. Strategjia e saj e bazuar në rezistencën e organizuar kundër IRGC-s dhe duke u mbështetur në kryengritjet popullore, ka tërhequr nivelin më të lartë të mbështetjes midis rinisë së Iranit gjatë vitit të kaluar. Duhet të theksoj se populli i Iranit nuk dëshiron të kthehet në diktaturën e shahut. Ne besojmë se armpushimi ishte vendimi më i duhur në një moment shumë të ndjeshëm nga Shtetet e Bashkuara. Shpresojmë që ky hap të çojë në përfundimin e luftës dhe të hap një rrugë drejt paqes dhe lirisë. Megjithatë, paqja e vërtet dhe e qëndrueshme mund të arrihet vetëm përmes përmbysjes së diktaturës fetare në fuqi nga populli i Iranit dhe rezistencës së tyre të organizuar.